Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Shaddad ibn Ausi radiallahu anhu, transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet Allahu e ka bërë obligim mirësinë ose ihsanin ndaj çdo gjëje. Kur të vritni në mënyrën më të mirë. Kur të therrni në mënyrën më të mirë. Mprehni thikat dhe lehtësojeni kurbanit tuaj. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit dhe mësimet e përfituara nga ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se Islami është fe e mirësisë dhe e butësisë, gjë e cila transmetohet në shumë prej mësimeve të tij. Fjala ihsan e cekur në tekstin e hadithit nënkupton mirësinë, kështu e kemi përkthyer ne me termin mirësi. Por jo vetëm kaq. Ky term nënkupton bamirësinë, mëshirën, faljen, butësinë dhe përsosmërinë. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famlart në surën Al-Baqara, ajeti 195 urdhëron dhe thot: wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Bëni mirësi, me të vërtet Allahu i don bamirësit. Ndërsa në një ajet tjetër në surën An-Nahl, ajeti 90, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Me të vërtet Allahu urdhëron drejtësinë dhe mirësinë. Ndërsa profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një prej përgjigjeve të tija ka thënë: wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Bëj mirësi ndaj kumshiut, do të jesh besimtar. Muslimani është i urdhëruar që të realizojë detyrimet ndaj Allahut, ndaj vetvetes, ndaj familjes dhe ndaj rrethit më të gjerë në mënyrën më të mirë dhe më të përsosur, në kufit e mundësive njerëzore. Kur mirësia kërkohet ta mund ashpërsinë e veprave, si vrasja në luftë dhe therrja e kurbanit, të përmendura në hadithin ton si shembuj, është pa diskutueshme obligueshmëria e mirësisë në çdo vepër tjetër pa kufizim. Bamirësia nga një herë është obligim dhe detyrë, si për shembull fjala vjen mirësjellja ndaj prindit. Nga një herë bamirësia është e pëlqyer, si për shembull fjala vjen ndihma apo lëmosha ndaj një nevojtari, ndaj një hallexhiu. Edhe kur bëjmë bamirësi, e cila është vepër vullnetare, ajo duhet të realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Me të drejtë mund pyesim se çfarë do të thotë të realizosh bamirësinë dhe lëmoshen në mënyrën më të mirë. Të realizosh bamirësinë në mënyrën më të mirë do të thotë të dhurosh nga pasuria e fituar me pastërti dhe ndershmëri. Do të thotë të jesh i sinqert në atë dhurim, jo për të dukur as për të lavdruar. Do të thotë të dhurosh në fshehtësi për ta ruajtur dinjitetin e hallexhiut. Do të thotë të dhurosh dhurimin, të dhurosh lëmoshen, të shoqëruar me fjalë të mira dhe me sjellje fisnike dhe jo ta nënçmosh ose jo t'ja rikujtosh të mirën që ja ki bërë dikujt. Gjithashtu do të thosh të dhurosh nga gjërat e mira dhe jo nga gjërat e pavlefshme që nuk do i pranoje për veten tënde. Ihsani ose bamirësia ose mirësia kërkohet në raportet tona me Allahun subhanahu wa ta'ala, gjithashtu kërkohet edhe në raportet tona me njerëzit.
Një herë, një person ka shkuar tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, më mëso diçka, por shkurt." Profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur: "Kur të ngrihesh për të falur namaz, falu si në namazin e lamtumirës nga kjo botë. Dhe mos fol një fjalë për të cilën duhet të kërkosh falje nesër." Ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam i sapo cituar na tregon për bamirësinë në raportet tona me Allahun dhe bamirësinë në raportet tona me njerëzit. Nëse raportet tona me Allahun ndërtohen dhe rregullohen nëpërmjet namazit, nëpërmjet faljes, nëpërmjet adhurimit, atëherë realizimi i këtij adhurimi duhet të jetë në mënyrën më të përsosur, sikurse është namazi i fundit nga kjo jetë, me bindjen se Allahu të vështron dhe të vëzhgon në çdo lëvizje të adhurimit tënd. Gjithashtu, nëse raportet tona me njerëzit rregullohen nëpërmjet fjalës, atëherë besimtari musliman e ka për obligim të përzjedh fjalët e duhura në momentin e duhur, në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Tregohet një rast se një shitës mjalti i ka thënë një shitësi të uthullës. I ka thënë: "Si është e mundur, si ka mundësi që ju shisni më shumë se sa unë? Njerëzit blejnë më shumë uthull nga ti se sa mjalt nga unë." Dhe shitësi i uthullës u përgjigj: "Sepse unë shes uthull me gjuhë mjalti, ndërsa ti shet mjalt me gjuhë uthulle." Pra, edhe ky model ose edhe ky shembull përcjell faktin se besimtari musliman duhet ta përzjedh fjalën në marrëdhëniet e tij me njerëzit, në komunikimin e tij me njerëzit, duhet të zgjedh fjalën e përsosur dhe të mirë në raportet e tij me njerëzit. Islami ndalon nga çdo veprim që shkakton vuajtje e mundim, qoftë edhe në zbatimin e ligjit me dënim maksimal apo kisasi siç njihet në Kur'anin famlart, madje qoftë edhe ndaj kafshëve. Islami e ndalon masakrimin e kufomës së të vrarit, qoftë edhe me armikun në luftë. Njeriu mund ta vrasë gjarprin apo qenin e turbuar, por duhet ta vrasë në mënyrën më të mirë të mundshme, pa e munduar atë. Profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam urdhëron dhe thotë në një hadith të tij: "Kushdo që e masakron dhe e shëmton një krijesë me shpirt, pastaj nuk pendohet tek Allahu azza wa jall, Allahu subhanahu wa taala ka për ta ndëshkuar atë person në të njëjtën mënyrë në ditën e gjykimit." Gjithashtu në një hadith tjetër, profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam urdhëron dhe thotë: "Allahu e mallkon atë person i cili e masakron dhe e sakaton kafshën." Pra, paramendoni çfarë kujdesie duhet të ketë besimtari musliman edhe kur e therr, edhe kur e pret kurbanin e tij. Gjithashtu pejgamberi on Muhammed sallallahu alaihi wasallam jepte udhëzime morale edhe për sjelljen gjatë luftës. Kur dërgonte një ekspeditë ushtarake, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i urdhëronte duke thënë: "Mos tradhtoni, mos sakatoni kufomën e armikut, mos vrisni fëmijët." Pra, bamirësia në luftë përmbledh parimet etike dhe kufit moral, si drejtësia, humanizmi, mosdhunimi i civilëve, respektimi i marrëveshjes. Butësia është një cilësi që kërkohet nga muslimani në çdo gjë. Muslimani është i tillë nëpërmjet mësimeve të Islamit, saqë duhet kujdeset për detajet e sjelljeve të tija, në mënyrë që sjelljet e tija të jenë sa më të buta, sa më të mëshirshme, sa më të ndjeshme, sa më të njerëzore. Prandaj një nga normat e therrjes së kafshës për të ushqyer me të është mprehja e thikës, të cilën e ka përmendur pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin ton. Mandje
Mprehja e thikës para syve të kurbanit është veprim i qortuar. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha një personi që po e mpreh të thikën në sy të delës, i tha: "A do ta bësh të vdes disa herë? Sikur ta mprehje thikën para se ta shtrije kurbanin tënd." Ndërsa në një hadith tjetër profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "Edhe delen nëse e mëshiron, të mëshiron Allahu subhanahu wa taala." Pra paramendoni nëse besimtari musliman duhet të jetë i mëshirshëm në raport me kafshën, në raport me kurbanin e tij. Si duhet jetë besimtari në raport me familjarët e tij, në raport me njeriu në përgjithësi. Për ne si besimtar musliman që besojmë se Allahu subhanahu wa taala është Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu është i gjithë mëshirshmi, mëshirploti. Për ne si besimtar musliman të cilët besojmë se وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, se pejgamberi Muhammed është i dërguar mëshirë për mbar njerëzimin, për gjitha krijesat. Përderisa ne si besimtar musliman besojmë se Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Atëherë si duhet jenë sjelljet tona dhe reagimet tona në raport me familjarët tonë, në raport me shokët, në raport me kumshit, në raport me kolegët, në raport me të gjithë njerëzit. Besimtari musliman duhet të jetë i mëshirshëm dhe i kujdesshëm, duhet të jetë i përsosur dhe bamirës në fjalët e tija dhe në gjestet e tija. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa taala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.